Ky është momenti kur episodi i pengmarrjes prej 45 minutash do të përfundonte. Pengmarrësi mbetet ende i ndhunshëm, edhe në momentin e shoqërimit nga fugoni i policisë drejt ambienteve të drejtorisë së policisë së qarkut Tiranë. Iriu Romeo Leka me banim në Durrës është gjendur në rrethimin e policisë, pas grabitjes së një bange rreth orës 12:40 minuta në afërsi të librit universitar. Leka i armatosur i drejton vajzës së re pistoletën dhe kërcënon policinë se do ta vrasë atë. Me pistolet në dorë ai ka terrorizuar të gjithë kalimtarët dhe banorët e zonës, si edhe vajzën të cilën e kishte marrë peng pasi kishte grabitur bankën. Duke kërcënuar me pistolet ai ka tërhequr pas vetes vajzën nga libri universitar deri tek hyrja e presidencës, ku edhe kanë përfunduar ushtrimi i dhunës dhe kërcënimet e vazhdueshme ndaj policisë dhe njerëzve. Largo njerëzit, çuna. Pengmarrja dhe grabitja ndodhin në mes të Tiranës, vetëm pak metra larg presidencës në mes të ditës.